Ka ndruar jetën në spitalin e traumës një ditë pas ngjarjes së rëndë 24 vjeçari Gerald Bitri, një nga 5 të plagosurit e përplasjes me armë mes ditën e të shtunës në Laç. I riu nuk ka mundur të i mbijetojë dot plagëve të marra nga plumbat dhe ka gjetur vdekjen gjatë natës, pavarësisht përpjekjes së mjekëve. Përveç tij të plagosur mbeten edhe Amarildo Ndoj, Liridon Ismaili, Daniel Gjeloshi dhe Angelina Gjezaj. Ky e fundit një shitse ambulante 58 vjeçare, e cila u godit aksidentalisht nga një plumb në këmbë, teksa tentonte të ndalonte përleshjen. Nga të plagosurit Amarildo Ndoj është në gjendje të rëndë, ndërsa të tjerët janë jashtë rrezikut për jetën. Konflikti mes të rinjve nisi për motive të dobta, pas një aksidenti rrugor me dëme shumë të vogla materiale. Konflikti mes palëve degeneroi deri në përdorimin e armëve të zjarrit. Sipas policisë u përdorën 2 armë zjarri dhe një armë me ftohtë, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Policia arrestoi në flagrancë 2 persona të dyshuar si autor të përfshirë në këtë ngjarje, Daniel Gjeloshin 27 vjeç dhe Klevis Ndrecën 28 vjeç. Ata akuzohen për veprat penale, vrasje në rrethana të tjera cilësuese dhe mbajtje pa leje e armëve dhe municionit. Arma e përdorur në këtë ngjarje u gjet e hedhur në një pelg me ujë pranë një pallati në ndërtim.